Bundesrati i ka dhënë sot një shuplak serioze qeverisë gjermane, por edhe Bundestagut, që në Gjermani ndodh vërtet rrallë. Përfaqësuesit e landeve në Bundesrat i thanë shumë qartë jo. Ligji të propozuar nga qeveria dhe të miratuar nga Bundestagu për pagesën deri në 1.000 euro pa taksa dhe pa kontribute për punëtorët si ndihmë për shkak të rritjes së çmimeve të energjisë dhe karburanteve në Gjermani. Shkaku i rritjes së fundit është natyrisht lufta e Amerikës dhe Izraelit në Iran, por këtë me siguri e dini, që ka shkaktuar krizën mbase më të madhe energjetike në disa dekadat e fundit. Pra, në Gjermani nuk do të ketë pagesë të bonusit prej 1.000 euro siç kishte parashikuar qeveria dhe siç e kishte miratuar edhe Bundestagu. Qëllimi i qeverisë ishte të lehtësojë punëtorët me këto ndihma pa taksa dhe pa kontribute, por problemi më i madh është që shumë kompani edhe vetë janë në krizë ekonomike dhe nuk kanë mundësi të gjejnë këto para për të paguar punëtorët. Pavarësisht faktit që në fund të vitit do të kishin disa përfitime tatimore. Bundesrati doli kësaj radhe shumë hapur në krah të kompanive në Gjermani, por edhe vetvetes, sepse pikërisht landat dhe komunat në Gjermani janë ato që do të bartnin diku rreth 2/3 e këtyre kostove, sepse shumë punonjës të institucioneve me njëherë kanë kërkuar këto para. Pra edhe njëherë, Bundesrati e ka stopuar pagesën e këtij bonusi që ishte parashikuar të paguhet deri në korrik të vitit 2027. Po tani, teorikisht qeveria ka mundësi të kërkojë krijimin e një komisioni për ndërmjetësim, por kjo nuk është fare e sigurt, të paktën deri në javën që vjen, kur duhet të merret vendimi i koalicionit qeverisës lidhur me këtë çështje se si të veprojnë. Ndërsa javën që vjen do t'ju njoftoj natyrisht me të gjitha detajet dhe me vendimet përfundimtare që priten, apo do të ketë edhe një episod tjetër të këtij seriali jo edhe aq të këndshëm për punëdhënësit, por as për punëtorët natyrisht. Ndërsa ju, nëse doni, abonohuni në kanalet e mia dhe mos harroni ta shpërndani edhe këtë video, sepse kësaj radhe të paktën punëdhënësit besoj që do të jenë më të kënaqur se sa punëtorët. Faleminderit e mirupafshim.